ajo që do thoja që i mungon Shkodrës është rinia që nuk e dia detyrohet që ta lërë Shkodrën dhe duket një qytet shumë i qetë. Apo unë punoj është një poshtë trend i ikjes, siç universiteti është. edhe unë jam shumë afër këtij faktit, jo shumë të këndshëm. të këndshëm, nuk është fare i këndshëm. Unë po shoh që numrat e studentëve në universitet po reduktohen çdo ditë më shumë. Janë disa dekë që për fatkeqja dashtë edhe me u myll se nuk janë paraqit studentat. Ma shumë studentat tonë po shkojnë për infermieri që me marru aty edhe me shku në Gjermani, dhe më thanë, është ba një gjatë. Si gjithkund tjetër, apo jo? Shumë problema një trend i madh i migrimit. Mi thuj disa arsye pse një i ri duhet të qëndrojë në Shkodër, ose në Shkodër, kësaj radhe, po e marrim vetëm Shkodër. Ose arsye që ty të kam bërë të kthesh, që ndoshta të tjerët do t'i binin që. Unë kur nuk i them, ato munden me marru 3 vjetë të para në Universitetin e Shkodrës, më me shku me marrë një master jashtë, po pse jo mos më kthy? Në Shkodër ke shtëpinë tënde, nuk ke nevojë me pagu qiran. Në Shkodër nanat ban me hangër një ushqim shumë të mirë që atje ke me hangër vetëm ushqimet thata si blenë për ato fast foodet shpejt, se nuk ke kohë me punu me ndaj gjatë në shtëpi, shumë kohë në punë. Shkodër ke pedonale. Shkodër ke pedonale, ke muzikë, ke njerëz që të flasin edhe pa njoft, ke dashamirësi, ke liqen, ke det, ke alpe, unë them që nuk duhet me ulan qyteti, duhet me... Kur nuk kam thanë që me naj vetëm këtu, shko merre një shkollë, shko merre një qytet, që do t'jesh? A inxhinjera, artista, a sportista? Merre një kualifikim jashtë, pa tjetër. Në ta një në ba më të mirë se kena marrë një kualifikim dikun tjetër. Se s'ban duhet me balafaqu vedin me boten. Se në që se rrim në të guackën tonë, në nuk zhvillona. Pa tjetër. Po jo me elan për fundimisht qytetin, edhe jo me e urry qytetin tamë. Me thanë, Shkodra zbahet, atje nuk rrihet, atje këta i kam shumë problem këta njerës që i thojnë këto fjallë. Unë i kam problem ato 3 që ikin edhe harrojnë edhe e flasin keq për vendin e tyne, ose 3 që mohojnë shqiptari që a gju të peranis, trashegim jala i pari, trashegim sjelen a i fmis. Fëmijët e tyne vinë në plazh, nuk flasin Shqip ma, i kam pa qiftet e reja. Fëmijët e tyne nuk din me fol Shqip edhe është mëkat.